Urdhroni. Hajde, shkojmë, lejmë në zonë tash. Oh, welcome in Marina Hotel. Welcome. Mirëmbrëma. Që keni shqiptare? Selam aleikum. Kemi jetuar me vete, ne vajzat jemi shqiptarë. How are you? Selam aleikum. Habibi. Okej. Më thoni. Na falni, se këtu DJ-in e kemi nga Katari, sot ka ardhur me avion është pak i lodhur. Wow. Edhe e kishim me shumë qejf që të instaloheshim tek ju. E kuptoj. Doni një dhomë për DJ nga Katari, e Na kanë kuptoj. folur, jo, ne kemi shumë dëshirë që të jemi të gjithë së bashku. Të gjithë së bashku? Të katërt në një suite, mundësisht. Faleminderit që ju ofroni, por duam edhe një farë, ai vërtet është i pasur, mund të paguaj, po në këtë rast kishim dëshirë paguajmë me gradë dhe Pa diskutim. Neve mund të ofrojmë, kemi suitat jashtëzakonshme, kemi deluxe triple room, kemi deluxe double room, mund të shikoni dhe flet volantet, vetëm se kam një pyetje, do më falë, se ndoshta nuk është... Nuk keni suita me 4? Për 4 persona? Po, pikërisht për këtë doja t'ju pyesja. Nuk, ju duket pak e çuditshme, domethënë që 3 vajza simpatike si ju, me një djalë në dhomë, nuk e di. Po, shumë ekonomike. Nëse dëshironi, unë mund t'ju bëj një ofertë, mund t'ju vendos ju të trejave në një dhomë. Jo. Me djalin ta vendosim në një dhomë tek. Jo, do bëhet si themi ne. Gjithë me dhëmë. Na falni. Gjithë me dhëmë. Është vajzë shumë e mirë. Do ju përkthejun. Alo, Shumë i pasur, më kupton se... Alo, kemi mundësi të paguajmë sado që të jetë suita, duhet patjetër të jemi të katërt.